Vizitës së tij një ditore në qytetin e Burrelit, kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano ka vizituar dhe mjediset e punës në Mat Televizion. Ai është pritur nga drejtori i televizionit Luftin Vani dhe gazetarët e këtij stacioni televiziv. Drejtori i Mat Televizion i ka uruar kryeministrit mirëseardhjen dhe ka njohur atë me aktivitetin dhe programacionin e këtij televizioni. Në 6 vjet pune, Mat Televizion ka bërë shumë për komunitetin, i tha drejtori i televizionit kryeministrit Nano. Kryeministri është interesuar për shtryrjen e valëve të Mat Televizion, për stafin, për problemet financiare e të tjerë. Ndërkohë që Malmin Xhozi në ndërhyrjen e tij tha kryeministrit se Mat Televizion është televizioni më i fuqishëm në veri të vendit. Ka një staf profesional të paanshëm korrekt. Shumica e gazetarëve janë trajnuar në Danimark, në Institutin e Mediave e të tjerë. Kryeministri vlerësoi punën dhe pasionin e televizionit të Matit, arkivën e bollshme, realizimin e programeve për komunitetin e të tjerë. Pas vizitës në mjediset e televizionit, kryeministri Nano bëri një vizitë edhe në familjen e drejtorit të televizionit Luftin Vani.